Kosova po përjeton një bllokadë totale për sa i përket njohjeve të reja, që nga 4 shkurti kur Kosova është njohur nga Sultanati i Omanit nuk ka patur më asnjë njohje, duke shënuar kështu edhe kozgjatjen më të madhe që nga shpallja e pavarësisë. Bisedimet e papërgatitura me Serbinë dhe papërgjegjshmëria e qeverisë sipas opozitës janë dy arsyet kryesore për këtë bllokadë 4 muajore të mosnjohjes së Kosovës nga asnjë shtet. Rasti i fundit i prishjes së marrëveshjes me FMN-n, sipas së lidhjes demokratike të Kosovës, vetëm si i forcon argumentet e atyre që nuk kanë njohur shtetin e Kosovës. Fatkeqësisht, nuk dëshirojnë të njohin një shtet i cili po shkakton krizën e marrëdhënieve ndërkombëtare, që po shkakton këtë situatë pa nevojshme dhe të pashpjegueshme, si rezultat i qasjes së papërgjegjshme të qeverisë së Kosovës, që për qëllime politike të konsumit të brendshëm ka dëmtuar ekonominë e vendit, besueshmërinë e qytetarëve të Kosovës tek institucionet kosovare dhe tek institucionet ndërkombëtare, thotë Arbengashi, deputet i LDK-s, ndërsa sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nuk do të ketë asnjë njohje për Kosovën derisa të përfundojnë bisedimet me Serbinë. Argumenti që përdor Serbia kundër nesh është se ne jemi duke negociuar me Kosovën dhe çfarëdo njohje që do të ndërhynte në negociata do t'i dëmtonte ato. Serbia po lut të gjitha vendet që nuk e kanë njohur Kosovën përderisa zgjasin negociatat dhe ky argument është i mjaftueshëm për ato vende që nuk na kanë njohur, shpreh Ardian Gjini, deputet i AK-s. Kosova, e cila shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, deri tani është njohur nga 75 vende të botës, përfshirë SBA-n dhe nga 22 prej 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.